Ish-ministri i Financave në qeverinë e Fatos Nano, Sarben Malaj, ka bërë publike mundësinë e kandidimit për kryetar bashkie në Vlorë. Në një reagim në rrjetet sociale, ai shprehet se kjo nisëm vjen pas interesit dhe kërkesave nga qytetarë dhe mbështetës, duke theksuar se ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Megjithatë, Malaj nënvizon qartë se nëse do të hyjë në garë, do ta bëjë vetëm si kandidat i pavarur, pa mbështetjen e Edi Ramës apo të ndonjë force politike. Ai thekson rëndësinë e pavarësisë në politikë dhe angazhimin për një model ndryshe qeverisjeje, të bazuar në integritet dhe profesionalizëm. Sipas tij, drejtimi i bashkisë nuk duhet parë si mundësi përfitimi personal, por si një përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe zhvillimit të qytetit. Malaj gjithashtu kërkon mirëkuptim nga mediat, duke sqaruar se ndodhet në një fazë reflektimi dhe nuk do t'jap ende intervista, derisa të marrë një vendim të qartë. Ai lë të hapur mundësinë e kandidimit, duke ju referuar shprehjes "kurrë mos thuaj kurrë". Në mesazhin e tij, ai kujton edhe përpjekjet e mëparshme për promovimin e Vlorës në arenën ndërkombëtare, duke përmendur një takim me Steve Forbes, botues i revistës Forbes, si pjesë e përpjekjeve për të rritur vizibilitetin e qytetit. Nëse vendos të kandidojë, Malaj premton angazhim për ta bërë Vlorën një qytet më të jetueshëm për banorët dhe më tërheqës në zhvillimin e tij.